Rrugica e Gilajve në lagjen Partizani Shkodër me rreth 40 familje në të dy anët e saj në ditët me shi është e izoluar. Uji vërshon nga të gjitha drejtimet dhe gjendja këtu bëhet e pakalueshme, kanë shprehur shqetësimin e tyre në TV Channel, qytetar të këtij bloku banimi. Ata janë kujtuar se kjo rrugicë nuk është rregulluar prej më shumë se 50 viteve, ndaj ka degraduar deri në atë pikë sa edhe në kushtet e motit të mirë të qarkullohet me vështirësi. Gjerësia e saj jo më e madhe se sa një kursi autoveture, shto edhe dëmtimin në të gjithë gjatësinë për rreth 200 metra e bëjnë këtë tërësisht jashtë funksionit për të shërbyer qytetarëve. Është kjo arsyeja kryesore që ata i kërkojnë Bashkisë Shkodër të ndërhyjë sa më parë për ta kthyer në parametrat normal. Qytetarët në shqetësimin e dërguar në TV Channel kanë kujtuar se gjatë 3 dekadave të fundit me 10 herë u është premtuar rregullimi i kësaj rrugice nga pushteti vendor, por në terrenin konkret nuk ka pasur ndërhyrje dhe gjendja ka ardhur vetëm duke u përkeqësuar. Ata theksojnë se i kanë paguar dhe i paguajnë rregullisht Bashkisë Shkodër dhe shtetit të gjitha detyrimet financiare që u takojnë me taksa e tarifa përkatëse, prandaj dhe kërkojnë që këto të kthehen në shërbime.